Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e një teme shumë të rëndësishme planetare, një ndikim planetar, që nëse kuptoni dhe dini, kemi këtu mbrapa meje, po ta shikoni këtu, që është Jupiteri, është planeti i fatit dhe zgjerimit. Pikërisht ky planet është më i madhi i gjërave, pra kemi konkretikisht në këtu, dhe kjo do të thotë që ky planet është në retrograd nga dita e sotme, që do të thotë në retrograd nga forja, nga data e sotme 11/11/2025 deri më datën 3/11/2026. Pra ka një rrugtim të vetin ku aty do shfaqen shumë gjëra dhe mundësi që do të ne jepin dhe koha që neve do të kemi, por kërkojmë dhe vëmendje. Ajo që do të jetë Jupiteri në retrograd, çfarë kuptojmë? Siguria e vërtet që ndërtohet brenda nesh. Na jep mundësi në gabimet që kemi pasur, në çështjet që nuk kemi realizuar, gjëra që nuk i kemi arritur akoma në atë çka neve kemi dashur, ose në anën tjetër përsa i përket çështjeve madhore ose gjërave që kanë të bëjnë me punën aktuale ose me disa ndryshime të mëdha që neve bëjmë në fushën e punës ose edhe të karrierës. Por Jupiteri në retrograd do të thotë që më 10 qershor të 2025, ku Jupiteri, planeti i zgjerimit, hyri në shenjën e Gaforës për herë të parë në 12 vite. Gaforja është shenja e ndikimit më të madh, sepse është shenja e vazhdimësisë, e familjes dhe e korrektësisë. Thotë kjo e thënë ndryshe, pozicioni ku energjia shprehet në mënyrë më të mirë. Kjo periudhë hap një kapitull të ri që flet për kujdesin, rrënjën, sigurinë, emocionin, brenda familjes tonë dhe rilidhjet e tjera. Është një kohë ku mësojmë të japim, të marrim dhe të ndryshojmë shumë gjëra në lidhje me ekonominë tonë. Jupiteri kalon në tranzit në Gafore dhe na rikujton që neve të drejtohemi drejt vlerëve që duken të vjetra, por janë të përjetshme. Kjo do të thotë që siç ngrohtësia, lidhja e vërtet, marrëdhëniet njerëzore, thellësimi i besimit dhe çështje të tilla si shtëpia, themelet familjare, nevoja, emocioni, siguria, personaliteti do dalin në pa. Ne ndjekim vetëm qëllimet që duam, cilësia, ndryshimi. Përkatësisht, diku ne kemi nevojë për praninë, ngrohtësi dhe njerëzit që nuk qëndrojnë vetëm pranë nesh, por ecin me ne. Kjo është diçka mjaft korrekte dhe mundësi që jepen në anën e ndikimit Jupiterit, që mos keni asnjë dyshim të vogël kur kemi planetet në retrograd. E kam thënë dhe tek TVSH keni parë dhe vetë që të kuptojmë pak astrologji. Në rastin tjetër kemi në datën 11 të ditës së sotme, pra 11 nëntor të këtij viti, Jupiteri kalon në një ndikim në retrograd në Gafore, ku do të qëndrojë deri në mars të 2026, ku faza e tij në retrograd ka të bëjë shumë në lidhje me çështjet që kanë bënë, sepse zgjat rreth 4 muaj dhe vepron si një pauzë, pasi na fton të bëjmë një rivendosje të brendshme, për të parë përsërisht se çfarë na ushqen, çfarë na jep ndjenjë siguri, lëvizje, mundësi, rëndësi, zemra jon, pjekuria dhe vetdia. Është sikur të na thotë, mos u nxitoni të ecni përpara, se përpara neve sigurohemi dhe kemi terren mbi të cilën mbështetemi, cilët janë specifikimet tuaja dhe mundësitë e juaja në lidhje me këtë. Do thotë eci avash sepse nxitoj. Mund të ndihesh shumë i lumtur për një diçka dhe në moment tjetër thotë nuk është e lumturia, por kam pasur problem ose gabimisht rastësisht ndodhin fenomenet, por unë them që kërkohet vëmendje. Unë them që duhet kujdes, jo të nxitoheni në anën tuaj, sepse mundësitë dhe gjërat të tjera janë në favor dhe jo disfavor. Realizime rreth së shkuarës. Gjatë periudhës në retrograd, njerëzit ose probleme familjare, ndryshime të mëdha apo nevoja për zgjedhja e kaluara që mund të kthehet jo për të na munduar, por për të na ndihmuar të kuptojmë ato ndryshe, më të pjekur, mund të ndjejmë nevojën për të mbrojtur veten tonë, për të mbyllur çështjet e së shkuarës, të shërohemi nga plagët e fëmijërisë, për të rindërtuar themelet tona aty ku diçka ka mbetur e pa përfunduar. Është momenti kur t'i themi çfarë më duhet vërtet për t'u ndjerë të sigurt. Është titulli. Kjo do të thotë ajo çka unë dua të bëj. Vallë, jam në gjendje të përgjigjem kërkesave që jeta vazhdon dhe ecën,
dhe çfarë kërkoj? Pra Jupiteri të jep të mundësi të mendosh edhe një herë që ti të marrësh vendimin e duhur. Ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë, stabiliteti, e vërteta nuk ndërtohet me kontroll, por me besim. Nuk është nëse, nuk i bëj gjitha vetëm një diçka që duam dhe atë do merrem. Jo, por lejon që të kujdesem dhe të arri atje ku unë dëshiroj. Kufit mbrojnë, jo burgosin. Ndryshimi vetmia dhe koha është mendimi dhe jo keqkuptimi. Ajo që do të thotë është domosdoshmëria për shumë gjëra. Pjekuria e thellë e brendshme. Kur Jupiteri të kthehet në kursin e tij të duhur, në mars të vitit 2026, ku do të dalin në pa përsëri më shumë me butësi, sigurisht në brendësi dhe e qartë në atë që vlen dhe shumë. Ky udhëtim premton jo vetëm zhvillime të jashtme, por edhe pjekuri të thellë të brendshme. Ne jemi dhe të përgatitemi, të mbushemi atë që neve duam, emocionin ton ta kontrollojmë dhe të lejojmë ngrohtësinë, besimin, dashurinë që varet mbi baza të shëndetshme dhe kohën që kemi. Në rastin konkret, ajo që ka ndodhur e gjithë historia dhe puna dhe koha ka një ndikim të madh në këtë aspekt, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë në lidhje me çështjet e takimeve, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, sepse ka të bëjë shumë në lidhje me karrierën, por para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar. Atëherë, duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi çështjet që juve keni dhe mundësitë që ju jepen. Koha dhe momenti, ndryshimi dhe takimi, apo gjëra të rëndësisë së veçantë që juve keni, është një moment që kërkon jo vetëm vëmendje, por edhe juve që doni të bëni diçka, e keni atje, sepse njerëzimi dhe gabojmë. Por në bazë të dhënave që juve keni, paketat juve ju intereson, ka filluar parashikimet vjetore, mund të abonoheni dhe shikoni se si funksionon parashikimi vjetor, dhe i detajuar për juve çdo ditë, për 365 ditë do të keni aty agjendën tuaj për 365 ditë. Si e shikoni atje se si funksionon, dhe duke bërë abonimin dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni në sekretaria për gjithçka paketo që ju interesojnë, dhe më pas jeni gati pastaj për të dërguar datën e lindjes, orën e lindjes, gjithçka që ju intereson nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, këtë merrni përgjigjen drejt për së drejti. Kemi këtë butonin këtu. E shikoni, e klikoni dhe më pas, duke ndjekur hapat, jeni gati për të dërguar mesazhin tuaj. Kemi dhe shërbimin në YouTube, që mos lodheni fare, duke aty lexon tek astrologu Jorgo Pulla në YouTube, memberships. Çfarë është membership? Membership është një parashikim i detajuar në video që ju vjen në adresën tuaj. Dhe gjërat e mira do të jenë të lira. Futuni herën mbas se ju intereson. Shikojeni, hidhni një sy dhe pastaj do kuptoni. Dhe më pas, duke e abonuar gjithçka, jeni gati pastaj për të biseduar dhe për zgjedhur zgjidhje në gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Tani, pa humbur kohë, të fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e butësisë, e realitetit dhe e vazhdimësisë, që do thotë dashi. Me Jupiterin në retrograd, në gafore, energjia kthehet nga brenda dhe vëmendja kthehet në themelet e jetës suaj. Që do thotë shtëpia, familja, vazhdimësia, siguria. Kjo nuk është një kohë për të ndryshuar gjithçka dhe apo veprime intensive, por më tepër një kohë që ju fton të vëzhgoni se çfarë ju mbështet vërtet, cilët janë hapësirat tuaja të sigurta dhe si mund të kujdesemi për veten më thellësisht në mënyrë kuptim plot. Gjatë kësaj faze, çështjet familjare
kujtimet, marrëdhëniet të kaluar mund të rishfaqen duke lejuar mbylljen dhe shërimin e çështjeve të juaja. Nga e kaluara mund të kemi mundësinë se për të zgjidhur një problem familjar, mund ta zgjidhim sepse është koha jon. Sepse deri në muajin mars, ku do kthehet pastaj në rrugtimin e duhur, ajo që do të thotë është momenti në mars të 2026, sa mos e keq kuptoj. Ka diçka shumë të madhe dhe mundësi. Nga marsi pastaj deri pothuajse në fund vitit, ku do kemi dhe mundësira në ndryshime, në takime, në momentet e duhura, që do të keni mundësinë e një çështje shumë të madhe të shenjës së dashit dhe diçka të parë në lidhje me punën, dhe kjo do të thotë që është një ndikim mjaft i gjatë gjithë kësaj faze në çështje familjare, kujtime, marrëdhënie, ndryshime, vendime, mundësi lëvizje nga një shtet në shtet tjetër. Gjithashtu është një diçka shumë e madhe sepse duke pasur parasysh punën, karrierën dhe marrjen e vendimit të rëndësishëm juve keni, është një kohë për të marrë vendime të rëndësishme në jetën tuaj, sidomos fundi i dhjetorit tani deri në fundi i shkurtit, ku ka diçka shumë të madhe ku do t'ju ndihmojnë në anën tuaj. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa çështje problematike të pazgjidhura, që do thotë dash akrep, dash gafore sidomos, është një mundësi shumë e mirë tani dhe specifikimet dhe mundësitë që do të keni është në moment mjaft i mirë pozitiv në lidhje me stabilizimin e familjes suaj dhe jo vetëm. Për ju që keni të bëni me dokumenta jashtë Shqipërisë, është një moment shumë i mirë, pra ne mund ta zgjidhni ashtu siç juve dëshironi, sepse kjo periudhë është më e mira e mundshme dhe më afatgjat në ato që doni të bëni. Prandaj bini pas sepse ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke që ka të bëjë shumë me bisedime dhe çështje të rëndësishme në lidhje me punën, që do thotë shenja e demit. Me Jupiterin në retrograd në Kafore, duke menduar që ka të bëjë shumë me ritmin e përditshmërisë dhe jo vetëm kaq, por mundësitë që kanë bëjnë me punën, ka të bëjnë me ndryshimin e vendit të punës, jo të shenjës së demit, sepse këmbgulja juaj është filtri i së ardhmes, ku filtroni gjërat ashtu siç dëshironi juve. Prandaj është koha më e mirë e mundshme dhe mbi ngarkesat që keni pasur, por do njiheni dhe me gjëra të reja në fushën e karrierës suaj. Është një moment mjaft i mirë. Është një kohë shumë e përshtatshme dhe jo vetëm kaq, por keni mundësi që të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj. Është një mundësi shumë e mirë në lidhje me organizime, ndryshime të mëdha që do të keni tani jetutje, edhe pse ju duket e vështirë në plan të parë dhe mund të keni edhe disa çështje të mira financiare, bisedime dhe çështje të rëndësishme. Kjo periudhë është mjaft e mirë tani, se është një moment mjaft e mirë për të korrigjuar keqkuptimet që keni pasur në fushën e karrierës, në fushën e punës dhe në mendime. Kur Jupiteri kthehet në rrugtimin e tij të drejtë në muajin mars, do të thotë që ka një ndikim mjaft të mirë, në 11 marsi do kthehet, ka ndikime shumë të mira dhe me mendje të qartë që në pjekurinë, komunikimin, qartësinë, vendimet, kjo fazë në retrograd vepron si një detoksifikim mendor. Ai largon zhurmën dhe duket se ndryshimin e madh që ka të bëjë me ekonominë, ka të bëjë me mundësitë të arta që kanë çështjet ekonomike, financiare dhe specifikimet që mund të jenë mjaft pozitive në anën tuaj, në karrierën tuaj. Në çështjet shpirtërore, miqtë e mi të kësaj shenje, duket se lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me dem me ujor të 10 ditë të parë, dem me peshorë të 10 ditë të që është perfekte, por me akrep është vetë jeta dhe mundet në këtë harë kohor, deri në muajin mars, kemi mundësinë për gjetur një punë që të jetë punë stabilizuese, kemi qenë dikur dhe kemi ikur për një arsye apo për tjetrën dhe na kërkojnë të shkojmë prapë në atë punë sepse është vlera njerëzore ajo që ju bën të ndjeni superior dhe ju e keni gjë të tillë dhe mund ta realizoni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që reputacioni nuk do mungojë, por dhe arsyet e punës janë të mëdha, që do thotë shenja e binjakëve. Me Jupiterin në retrograd në Kafore, vëmendja tërhiqet nga çështjet e vlerave dhe jo vetëm kaq, lidhe me ekonominë, vetvlerësimin. Kjo periudhë ka të bëjë shumë me anën e pozitivitetit dhe të kohës, por kjo periudhë na fton që neve të jemi të kujdesshëm në ato që nisim, sepse
qëllimet që neve kemi, mundësi që do na jepen tani tutje, është koha më e mirë e mundshme në lidhje me menaxhimin e financave dhe jo vetëm. Kjo do të thotë kohë, kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në anën ekonomike, në biznes, në ripërcaktime të gjërave të mëdha, sepse mund të ripërcaktojmë çështjet e punës ose gjëra të tjera që mund të jenë në anën tuaj, por në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me anë ekonomike, lidhje me çështjet që kanë bëjnë në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm, sepse puna dhe jo vetëm. Ajo që do të shikoni juve, ta 3 muaj që do kemi domethënë dhjetorin, janarin, shkurtin, që janë ndikues shumë të mëdhej, por në muajin mars pastaj do shikoni vlerësimin e të tretëve nga ana juaj, se është një kohë që ju bën të jeni më të fortë për atë çka keni juve, për atë çka juve doni të stabilizoni në fushën e karrierës, sepse vjen një moment për shembull binjakët janë mjaft të ndikuar këtë periudhë, edhe pse kanë pasur shumë probleme çështjet e lëna pezull, edhe pse janë shumë të ndërgjegjshëm për atë çka bëjnë binjakët, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi, sidomos lidhjet afatgjat për ju të shenjë së binjakëve, lidhjet që kanë bënë binjak peshk, binjak akrep, binjak shigjetar, me binjak shigjetar është diçka shumë e madhe, sepse edhe puna që lidhet, edhe periudha që keni të bëni me ekonominë dhe stabilizimin e saj, ku disa gjëra mund mos jenë ashtu siç pritet, por është edhe koha më e mirë e mundshme mbi karrierën dhe mbi disa takime që bëhen tani tutje, disa takime që ka një moment që juve e zgjidhni si problem. Çfarë? Jam se dua, thoni ju. Në krahun tjetër, momenti që juve arrisni majat në ekonomi, në stabilizime, në kuptimin e jetës, është një moment mjaft i mirë për binjakët dhe diçka të tretë. Por ju që keni të bëni me dokumenta jashtë shtetit, rishikoni edhe një herë, sidomos binjakët që kanë bënë me Francën, është koha më e mirë e mundshme për të parë sigurinë dhe dokumentacionin. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në lidhje me një fejesë që mund keni pasur, presupozojmë që binjak ujor, keni pasur probleme, të dyja shenja ajri, po sa juve keni mundësinë e përzgjedhjes ose gjërave të tjera që do të diktojnë në anën tuaj, në jetën tuaj dhe në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek vetë shenja e radhës, tek shenja e ditës dhe Jupiteri në këtë shenjë ku bën të mirë dhe jo kërdin. Kujdesi dhe mundësia dhe momenti, çdo gjë që do rregullohet dhe lidhet me çdo gjë në familje, që do thot shenja e gaforreve. Jupiteri në retrograd, miqtë e mi të kësaj shenje, duket se universi po ju pregatit të ngadalsoni dhe të ktheheni nga brenda, të shikoni në detaje gjërat e juaja. Motoja ju thot juve të kësaj shenje, ju thot që ecni avash, sepse nxitoj kur e kam thënë gjithmonë në për televizionin, për çdo lloj dritare që u ndal, e keni parë vetë, kur kemi disa gjëra të tilla, aktivitete planetare, ndryshime dhe ndikime, është një moment shumë i mirë i mundshëm, sepse bëhet gjithçka juve ju shkon, rregullohet. Pra, kjo do thot mundësi, kjo do thot kjo periudhë nuk ka të bëjë me imazhin apo sukseset e jashtme, por me të vërtetë se kush jeni dhe si doni të qëndroni në këtë botë që jetojmë. Nuk ka nevojë të provoni asgjë askujt, thjesht të lidheni përsëri me veten tuaj dhe të ndërtoni themelet tuaja personale. Mund të ndjeni si disi në planet që ngadalsohen, por kjo është shumë e mirë sepse e kontrolloni dhe jeni në gjendje që t'i rregulloni gjërat. Kjo nuk është një pengesë, por një mundësi për të pyetur veten nëse qëllimet e juaja janë të tuajat apo të ndikuar nga pritjet e njerëzve të ndryshëm apo të tjerëve. Pra duhet të ecni me këmbët e juaja. Mos pyesni njerëj se çfarë flitet, çfarë bëhet. Në planet e juaja keni vetëm ju të drejtën e firmës të vulosjes të dokumentacionit, jo për t'ia lënë dikujt tjetri që juve të keni probleme në këtë drejtim. Janë disa faza ku janë kanë qenë të vështira që në raste kur humbni përkohësisht entuziazmin tuaj, ndini pak të pasigurt ose vinin ndryshim drejtimet që keni, por kjo nuk do të thotë se diçka është e gabuar. Është thjesht shpirti juaj që pastron zhurmën. Ta kuptoni këtë gjë. Sepse jo gjithmonë po të shihoni gaforet janë zemërgjerë dhe mërziten për disa çështje ku janë në role drejtuese. Janë 364 ditë të vitit
që janë ultra për një ditë 365, i gjithë vitin ju quhet bosh. Nuk keni bërë asnjë punë, sepse nuk arrin dot juve. Dhe do gjeni një shkak t'ju a thonë në këtë formë. Dhe ai shkak për ata është problemi i madh, por për juve është gëzim, sepse e dini ku jeni. Megjithatë, kjo do thotë motivim, sqarim dhe vetëm forcohet. Dhe kjo do thotë vetbesim, kjo do thotë ekuilibër i brendshëm që juve keni. Për disa që mund mos kenë, janë aftësi e tyre, lënë ndryshime dhe nuk po ta lini punën tuaj për shembull diku që nuk keni besim. Por në anën tjetër është një moment shumë i mirë sepse dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku doni të shkoni. Momentet janë mjaft të mirë dhe nuk jeni të lëkundur për atë që doni të bëni dhe ja arrini qëllimin. Kjo periudhë është si një rifillim nga fillimi, nga djegja e një pylli dhe rilim nga fillimi, pra dalin fillizat të rinj për të parë dhe këtë do thotë jetë, kjo do thotë vazhdimsi, kjo do thotë korrektësi. Prandaj kjo periudhë është një mjaft e mirë për sa përket stabilizimit tuaj dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, edhe pse juve të gaforë dashura keni pasur shumë probleme, por juve që jeni jashtë, në një çështje ligjore, duket se përfitoni jashtë masë, të gjitha shenjat përfitojnë në çështje ligjore, i gëzim në familje tuaja, do keni gëzime, do keni gjëra shumë të mëdha me këto 3-4 muaj me Mërkurin në retrograd, ku do kthehet nga data 11 mars të 2026 do kthehet në rrugtimin e duhur. Pra do bëni durim, domethënë nëntor, dhjetor, janar, shkurt, thënë mars nuk quhet. Pra 4 muaj. Nuk erdhi fundi botës se nuk i realizuat ose disa gjëra, por nga dalsoni gjërat. Prandaj kam thënë dhe e them që në fillim muaj shikoni, rishikoni. Keni probleme me ligjin. Trokisni, sepse do gjeni zgjidhje. Gjërat e tjera që do të ndikojnë dhe mundësitë që keni tani, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Pozitivisht, jo vetëm se ka të bëjnë, por është mundësia dhe pjekuria juaj për t'ia dhënë drejtim çdo gjëje dhe çështje të punës. Në çështje shpirtërore gjithashtu. Ka diçka shumë të madhe sepse me akrep të 10 ditë parë, peshk të 10 ditë që është diçka perfekte, por me bricap është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për stabilizuar ekonominë, punën dhe vazhdimsinë. Megjithatë, është dhe momenti i duhur për çështjet nga më të mirat mundshme në fushën e dashurisë dhe të punës ose lëvizje nga një vend punë në vend tjetër, ose një dokument që e merrni, pasaportë shkjo, ose e prisni për ju që jeni në Angli, për ju që jeni në Amerikë apo ku diun. Është momenti mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku shumë gjëra mund mos jenë ashtu siç duket, por kanë momentin, shenjat e zjarrit nuk pare janë shumë të merakosur për se çfarë do ecin, por janë pak të merakosur sepse janë mësuar me shumë punë dhe jo me pak, por pak e sakt e ndryshime dhe vendime të rëndësishme që do të keni. Kjo do thotë luani. Luani dashur, duket se retrograda e Jupiterit në Gafore jeta kërkon ndikime, kërkon ndryshime. Kjo periudhë hapësirë për një lidhje më të thellë me ëndrrën, intuitën dhe ato që nuk është e dukshme me shikim të parë. Pra, e padukshme është shpirti, është ajo që unë dua, çka e kërkoj dhe çka mua ma jep krijuesi dhe e vën punë. Jo sepse gjithmonë e themi kur vjen diçka krijuesi ta bi riskun tek dera, por duhet të ngrihesh vetë ta marrësh. Kjo është diçka që lidhet direkt në punë, lidhet direkt me gjërat e juaja dhe jo vetëm kaq. Diçka tjetër. Ndërsa Jupiteri lëviz në retrograd, do të thotë historitë emocionale të pazgjidhura ose disa frikra më të thella që mund të dalin në pa për një kuptim dhe çlirim më të madh. Mund të ndjeni nevojën për të dalë dhe për të ndikuar shumë në energjinë tuaj, ajo çka juve keni dhe jeni në lidhje me pozicionin e planeteve, që është një moment mjaft i mirë dhe është tepër solid, është pozitiv mbi takimet dhe ndryshimet dhe mbi vendimet të mëdha që do të merrni tani tutje, ku është dhe koha, është dhe momenti fantastik për të parë çfarë do të bëni në fushën e punës suaj. Dhe do shikoni që ka të bëjnë shumë, një barë e rëndë emocionale do të rifitoni përsëri kontaktet në thelbin tuaj, në atë çka kërkoni. Është një kohë për të
për të pajtuar me pjesën e vetes që mund të keni lënë në hije dhe për të kujdesur me butësinë dhe nevojat e tuaja. Kur Jupiteri kthehet përsëri në rrugtimin e duhur nga Marsi, në muajin Mars, do të ndini më të lehtë dhe më të qetë për të lidhur me gjithçka juve doni dhe duke i dhënë fund problematikave që keni pasur, momentet që keni pasur në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, në fushën e udhëtimeve, apo juve që keni pasur probleme me ligjin dhe ligjet penale ose çështje që kanë pasur probleme, do gjini zgjidhje, do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe dhe kjo është pozitivja më e madhe e mundshme, sepse është koha për restaurimin dhe kujdesin e brendshëm në mënyrë që mund të ecni përpara më vonë dhe me mendje të kthjellët dhe me zemër të hapur dhe në besim të ripërtërirë në rrugën tuaj. Kjo është diçka shumë pozitive. Madje është momenti i duhur mbi gjërat që do të bëni, mbi gjërat që do të keni, kërkesat që keni nga çështjet emocionale dhe dashurisë. Edhe pse keni pasur problem me një dokument juve që jeni në Gjermani, por këtë e zgjidhni sepse është koha juaj, momenti dhe ditë i parë që ka një problem këtu, por e ka të zgjidhshme. Në çështjet që kanë të bëjnë me bashkim familjar është me ujortë dhe ditë të parë që është një kohë shumë e mirë e përshtatshme, por gjithashtu pse jo me dëmtë dhe ditë të dytë ku periudha momenti është ajo që ju bën të ndjeni superior, ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni, me atë çka keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë gjithashtu bashkim familjar është me akrep të dhjetëdiqit të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, një shenjë që ka të bëjnë me anën ekonomike, me shenjë toke, e vështirë në plan parë, po ideale në anën tjetër, që do thotë virgjëresha. Me Jupiterin në shenjën e Gafores, miqtemi të kësaj shenje, duket se ju përgatit të rishqyrtoni qëllimet dhe ëndrat dhe jo vetëm kaq, por në lidhje me punën, në lidhje me një çështje problematike që keni pasur. Por kjo periudhë nuk ka të bëjë aq shumë me planet e reja dhe zgjerimin ambicioz, sa është ka të bëjë me rivlerësimin e vizionit tuaj. Çfarë doni të vërtet arrini? Cilët janë njerëzit të cilët dëshirojnë të jeni? Kjo është baza, kjo është ajo çka juve kërkoni. Sepse në disa raste prishim disa ekuilibra për një arsye pune. Jemi diku e themi deri këtu. Jo, është dhe momenti dhe koha e përshtatshme. Përshtatshmëria lodh shumë rol të rëndësishëm dhe kohë për sa i përket gjërave dhe emocioneve. Sepse emocionet bëjnë të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj. Emocionet bëjnë që juve të jeni korrekt me veten tuaj, koherent me atë çka ndodh dhe përcaktohet. Por gjithashtu është koha për të pastruar në lidhje me anën ekonomike, lidhje me punën, lidhje me stabilizimin dhe vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Kjo do thot mundësia, kjo do thot rëndësia e jetës suaj dhe në anën tuaj. Megjithatë, kjo periudhë me ndikimin që ka të bëjë kur Jupiteri do kthehet në drejtimin e duhur në Mars, në 11 Mars do të ndjeni më të qartë në lidhje me drejtimin dhe vizionin tuaj të vetëdijshëm për atë çka bëni, çka jeni, por në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me disa çështje siç kanë bëjnë ato ligjore, çështje pasuri pa luajshme, për ju shenjë se virgjeshës e merrni diçka të tillë, dhe është koha për sa i përket vazhdimësisë dhe mjedisin e duhur për të lullzuar, dhe kjo është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Mbi çështje që lidhen me bashkim familjar për juve që jeni në Suedi për shembull, ose jeni në Angli, ka një ndikim shumë të mirë për sa i përket virgjeshave, që bashkim familjar që është me peshk të dhjetëdiqit të parë, është me Gafore të dhjetëdiqit të tretë që është perfektja, por gjithashtu është një ndikim shumë i mirë me Bricjap të dhjetëdiqit të dytë, ku është koha më e mirë e mundshme mbi ndryshimet dhe takimet që mund bëni ose mund keni. Por gjithsesi, kjo është momenti më i duhur i mbase për punën, për karrierën dhe për ndryshimet të mëdha që mund ta keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është ndikuese dhe është diçka marramendse, që do thotë me paran ose me fatin e madh që ata kanë humbur dikur nga 10 vitet e kaluara, kur të drejtën do ta gjejnë sot. Që këta janë peshorët. Me Jupiterin retrograd, miqtemi, vëmendja është në karrierën tuaj, trajektoren tuaj shoqërore, imazhin tuaj publik dhe në mënyrën se si ndihni suksesin. Kjo periudhë nuk shtyn drejt pushtimeve të menjëhershme, të gjërave analitike ose çështjeve madhore që mund të keni. Në vend të kësaj,
Ju kërkohet të ndaleni për një moment, të vëzhgoni rrugën tuaj dhe të shihni nëse qëllimet tuaja përputhen vërtet me vlerat dhe shpirtin tuaj. Imagjinoni, është një moment ndershmërie dhe kjo do thot plotësim i dëshirës së ëndrrës tuaj. Megjithatë, të gjitha shenjat kanë një mundësi të mirë të ardhë, sepse Jupiteri, nga vetë struktura, nga vetë si planet, jep kaq mundësira dhe ndikime të mëdha, sepse dikton në atë çka do të bësh, nuk na lejon që të vrapojmë, por të kombinojmë atë që duam me ekonominë e zhvilluar dhe stabilizuar. Dhe kjo do thot me avash. Nuk bëhesh milioner për një natë, as për një vit. Kërkon kohë dhe afatgjat në atë çka do të bëhet. Dhe kjo është një moment periudhës së peshoreve në këtë drejtim. Duket se ndikimet që kanë bën, plotësojnë diçka thjesht, juve jeni të drejtë, gjatë kësaj faze idetë profesionale, partneritetet, në drejtimin dhe mundësit, lini më një ngrindjet dhe zënkat të momentit, por shikoni në anën tuaj, sepse rimendoni qëllimet afatgjat, ose shqyrtoni ambicjet që kanë nxjerrë nga ekuilibri. Dhe tani është momenti, sepse ky cikël mbështetet në ato që janë të gatshëm të ndërtojnë mbi themelet e forta dhe stabilizimin tuaj dhe të qëndrueshmërinë të brendshme të jetës suaj. Kjo do të thotë, kur Jupiteri të kthehet në rrugtimin e drejtë në muajin mars, kjo do të thotë që është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me do ketë shumë qartësi, drejtësi profesionale, mbështetje, qëllime, vlera dhe jo vetëm, dhe të cilat kjo do thotë diçka që të ndiqen në anën më të mirë të mundshme, kush ju duhet të ndiqen edhe ose të mbyllen disa shtigje që keni lënë hapur për njerëzit në thonjza për të ndihmuar, por kanë shkatëruar, të ndihmuar në disa raste, por vjen një moment tani që është çështjet që lidhen me anën ekonomike dhe çështjet e mëdha të ekonomisë dhe të familjes. Ndikimet familjare ka të bëjnë lidhjet afatgjat, që kanë bëjnë peshore dash, peshore gafore, peshore bricap, kur është momenti më i mirë i mundshëm, sidomos peshore bricap dhe gafore, është një kohë shumë e përshtatshme për të stabilizuar ekonominë, dashurinë dhe vazhdimsinë. Juve që i ndodheni në Itali, në Zvicër, për punë ose për diçka, të shenjës së peshores, pregatituni se sjell shumë gjëra pozitive dhe jo negative. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet e lidhet me të ardhmen, lidhet sot, që ky është Akripi. Çfarë ndodh me shenjën e Akripit me Merkurin në retrograd? Me Jupiterin në retrograd, me Jupiterin në retrograd, se Merkuri ka qenë ka ca ditë në anën tjetër. Nevoja për kuptimin, vërtetësinë, mundësinë, anën ekonomike dhe jo vetëm. Kjo nuk është kohë për aventura të jashtme, por për të sqaruar ata që është vërtet e vlefshme në zemrën tonë. Tema të tilla si puna personale, takimet, firmosjet, dokumentet, problemet ligjore, penale, do marrin shtyrje sepse diku është gabuar. Diku është gabuar dhe duhet gjendet me deo mos zgjidhje këtij problemi. Zgjidhja e këtij problemi kur është pikërisht tani, është pikërisht ky moment dhe kjo kohë ku është mjaft pozitive, sepse busulla tregon që është momenti dhe ana e financave, sepse Jupiteri që do kthehet në drejtimin e duhur në muajin mars, do të ndiheni më të sigurt në drejtimin dhe në shpirtin tuaj dhe do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra të arrijnë, sepse urtësia e brendshme do zhvillohet gjatë kësaj periudhe me ndikimin e çështjeve vërtet të rëndësishme ekonomike, financiare dhe bisedime. Por në anën tjetër, Akripi 10 ditë që të parë, edhe pse ka pasur disa problematika të vogla këtë periudhë, nuk do të thotë që gjërat janë problem ose nuk kanë ndodhur disa çështje që nuk zgjidhen në një farë mënyre, por është momenti i duhur, është ajo karriera dhe mundësia e artë për të bërë zhvillimet e ndryshimet e mëdha që do të kenë tani atutje, kur është e koha momenti i duhur në zgjidhje të çështjeve konfliktuale, momentale, ekonomike, financiare edhe shumë gjëra të tjera që do të shikoni të realizohen. Që të realizohen këto
keni diçka shumë të madhe në favorin tuaj dhe momenti më i mirë i mundshëm që është në ekonomi. Stabilizimi dhe konkretizimi i lidhjeve, i biznesit, i karrierës dhe shumë gjëra të tjera do të shikoni sepse akrepi i ka këto gjëra. Por juve që keni një problem çështje penale nëse ta marrim domethënë në Angli ose në Francë, është momenti për të zgjidhur këtë lloj problemesh, sepse është koha më mirë e mundshme, është momenti i duhur për të gjetur zgjidhje në ekonomi, në stabilizime dhe në çështje të tjera, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk të 10 ditë të parë, me gafore të 10 ditë të tretë që është perfektja, po një kujdes do të bëni me dem të 10 ditë të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë tani dhe është e periudha për të bërë zgjidhjen e duhur sepse akrep dem kanë mundësinë e zgjidhjeve dhe e konkretizimit të lidhjeve të juaja. Një çështje ligjore penale që ka 10 ditë i tretë shenjës së akrepit, duket se do ta zgjidhë pikërisht tani, sidomethënë nga sot që Mërkuri fillon rrugtimin e tij në retrograd, është koha për të marrë vendime pastaj edhe për të parë se ku keni gabuar ti ndrejtni. Këto janë vendimet, jo vendime të reja që do të them do të bëni kontratë ose do të bëni punë tre ose. Gjëra që keni ti shkoqisni që t'jeni gati për në marrë se tutje, ku është gjithë viti përpara, mund të jeni zgjidhje në gjërat e juaja. Dashuria, një ndarje që kanë pasur të palidhurit, ka të bëjnë akrep luan që mund të zgjidhet direkt në këtë periudhë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku gjërat mund mos jenë ashtu siç pritet, por ka diçka më tepër, sepse është guvernatori, që do thotë shigjetari. Guvernatori juaj, Jupiteri, do të thotë që në Jupiterin në retrograd në gafore, ku universi ju çon në ujëra të thella, të mësoni not, se keni pak dembel për sa i përket me kuptimin e mirë të fjalës, sepse shigjetar janë shenja më ideale në ato gjëra që do të bëjnë, për shembull për pikmëri, në punë, në karrierë, në gjentilesë, në marrëdhënie me miqësitë, me këto gjëra, por e lëm pak mbasdore se thonë me se kam po do mësoj. Kjo periudhë nuk ka të bëjë me evolucionin e jashtëm, por me transformimin e brendshëm. Çështje të tilla ka të bëjnë shumë si afërsia emocionale, borxhi, financat, të përbashkëta, besimi, frika nga humbja dhe nevoja për lidhje kuptim plot që dalin në pap për punim. Sipërfaqja nuk është më mjaftueshme në që të kuptojmë. Por kërkohet ndershmëria me veten dhe ata që me të cilët keni marrëdhënie të thella jetësore. Gjatë kësaj faze, situatat ose ndjenjat që kishit fshehur në veten tuaj dhe mund të kthehen në ndikime shumë të mëdha dhe tepër pozitive. Çështjet e intimitetit ose besimit, por dhe çështjet financiare që ndani me njëri tjetrin, partnerin, familjen, bankat, burimet apo një burim të dytë të ardhura që ka të bëjnë shumë kjo, është një kohë mjaft e mirë për të parë se çfarë do bëni. Por kjo do të thotë që çfarë ju dominon nga brenda dhe çfarë duhet të liroheni. Kur Jupiteri do të kthehet në rrugën e duhur, do të keni ndjenjën më të madhe stabilitetit të brendshëm, të forcës emocionale, të ndikimeve të mëdha. Kjo periudhë në retrograd vepron si një proces katalik, duke ju ndihmuar të lironi nga barret nga më të rënda, që keni mbajtur mbi vite mbi supe, që krijon marrëdhënie të bazuar me besimin dhe respektin të sjellë. Është një kohë që zhbllokimi dhe fuqizimi në mënyrë që të ndiheni më të lirë dhe më dinamik në kapitullin tuaj të jetës suaj. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë kohë dhe të 30 ditë të kësaj shenje, meqense kanë vuajtur shumë në fushën ekonomike financiare, kanë vuajtur shumë për të dalë mbi gjithçka juve keni, dhe vjen një moment tani që është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për sa përket stabilizimeve dhe për sa përket gjërave të mëdha që juve keni, dhe është ky moment pikërisht tani, është kjo kohë që juve do jeni shumë të gëzuar në fushën ekonomisë, në lidhje me bankat, në lidhje me karrierën tuaj, me paran, dhe kjo do të thotë që keni këtë moment, zgjidhni siç dëshironi juve, sepse në çdo periudhë, në çdo kohë të jetës suaj është një moment që vërtet jeni me shumë fat në këtë drejtim, vërtet jeni në kohën e duhur me stabilizimin dhe me karrierën e ndryshimit të madh që juve keni miqtë mi të shenjës së shigjetarëve, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar. Shigjetarët që ndodhen në Itali e do shkojnë në Angli, e kanë shumë kollaj për të realizuar. Shigjetarët ose shigjetarët që kanë pasur probleme me lidhjet e tyre, vjen një moment tani, deri në mars keni kohën ta ribisedoni me
e të dashurën tuaj, e jo të nevrikoseni për një budallë që tek ne gjithmonë ndodh. Por gjithsesi, është një periudhë mjaft e mirë dhe shumë stabilizuese për sa i përket çështjeve që lidhen me anën ekonomike dhe dashurinë. Lidhjet afatgjatë që garanton një rrugënim milion %, ka të bëjnë me peshk të 10 të tretë, ka të bëjnë me virgjëresht të 10 të parë, por ka të bëjnë dhe me gaforit të 10 të dytë, ku momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni mirë, se është përcaktuesi i gjërave madhore dhe i pozicionit planetar të ndihmesave dhe të mundësive të arta. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku zëvendësimi dhe e drejta do triumfoj në lidhje me punën tuaj dhe vendi juaj punës. Sepse deri dje ka qenë i zëvendësuar, tani ka qenë me fotokopje, kur tani është origjinali. Që këta janë britsjapët. Për sa përket britsjapëve, ndikimi i Jupiterit në retrograd nga fore, vëmendja kthehet në marrëdhënie, partneritete dhe mënyra se si lidheni me të tjerët. Kjo nuk është një kohë për lidhje rastësore ose angazhime të nxituara, por një kohë për të parë se cila marrëdhënie për ju zhvillohen dhe cilët janë që të mbajnë të mbyllur ose të bllokuar. Çështjet vjetra. I lini pas. Pikërisht Jupiteri në retrograd, që në kombinim me Saturnin, bëhet nami, ligjoret mbyllen, çështjet që keni bëni me gjëra të reja keni mundësi. Edhe kjo do të thotë, rruga në retrograd e Jupiterit hap hapësirat për ndershmëri, rivlerësim dhe një kuptim të thellë dinamikës midis jush dhe njerëzve të rëndësishëm në jetën tuaj. Marrëdhëniet nga kaluara që mund të rishfaqen duke lënë hapur që një bisedim i sinqert nga ana e tyre, por i dhëmshur nga ana juaj, sepse e dini hilën as gjëra që kanë ndodhur, po thoni s'ka problem, le të flasin se çfarë të duan dhe si të duan. Por disa partneritete mund të kenë nevojë të rinegociohen. Të tjera do të forcohen dhe disa do të përfundojnë me pjekuri dhe respekt. Kur Jupiteri do të kthehet në drejtimin e duhur, do të keni një pamje më të qartë në çështjet që kanë bëjnë me mbështetjen e rrugës drejt suksesit tuaj, se është suksesi në radhë parë. Dhe kjo do të thotë që të dihen në anën më të mirë të mundshme tuaj. Meqense besimi dhe vizioni i përbashkët në këtë periudhë me retrograd është mundësia e qetë, por e thellë për të ndërtuar çdo gjë që ju keni dhe doni. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, nëse do ta flasim se çfarë neve mendojmë dhe ku do të shkojmë, është koha. Është një moment mjaft i mirë, surprizues, nuk e diskutoj, por në anën tjetër është dhe koha e duhur për të specifikuar çfarë doni të bëni dhe kohën e duhur për sa përket zhvillimeve dhe çështjeve të rëndësishme. Por mos harrojmë, sepse lidhjet që kanë të bëjnë në fushën e familjes ose keni pasur një problem doni ta anashkaloni me çdo kusht një lidhje ose ta shkëputni për një arsye tuaj, atëherë ka të bëjnë me ndikim të madh, britsjap, sepse britsjapi ka një ndikim shumë të madh, britsjap virgjëresh, britsjap dem sidomos, keni disa mundësi mjaft të mira dhe tepër pozitive në struktura dhe ndryshime të mëdha që do të keni në ekonomi, në stabilizime, në kuptimin e jetës suaj, sepse karriera bën mjaft ndikime dhe ndryshime, por është në momenti i duhur për sa i përket stabilizimit dhe çështjeve të ekonomisë dhe të punës. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem të 10 të parë, akrep të 10 që është perfektja, por edhe me luan të 10 të dytë që është diçka shumë e madhe, është dhe pozicionimi i planeteve që ju ndihmon në këtë drejtim dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, por gjithashtu ka të bëjnë me peshorët të 10 të parë dhe luan të 10 të tretë, ku gjërat janë pozitive dhe janë konkrete në ato që do të bëjnë, janë konkrete në çështjet që lidhen me marrëdhëniet, lidhen me anën e financave dhe të biznesit. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku gjërat janë mjaft solide ose gjërat do të ndryshojnë shumë në çështjet ekonomike, në lidhje me jashtë sidomos, lidhje me çështje gjyqësore ku do gjendet e drejta juaj. Për ne them gjithmonë që drejtësia nuk ka lumej që e ka, por të gjitha shenjat në fakt
do dalin shumë të fituar në këtë ndikim kaq të madh dhe kaq perfekt që na jep edhe një mundësi në jetë që neve të bëjmë ndryshimin. Një mundësi këtij fund viti është sot dhe jo nesër. Kush e bën pikërisht ky planet këtu. Vini veshën sepse këtu kemi gjëra më madhore dhe më të pastërta, që do të thotë ujori. Ujori të dashur, duket se retrograda nënskafore, energjia juaj është përqendruar në jetën e përditshme, organizimin, zakonet dhe kujdesin për jetën dhe mbarvajtjen familjare. Në cilët kjo periudhë ndihmon të shihni se çfarë ka nevojë për përmirësim në rutinën tuaj, cilët zakone ju mbështesin dhe cilët ju shterojnë. Pa e kuptuar. Nëse gjithmonë keni shtyrë veten të jeni produktiv dhe të disponueshëm, tani jeni të përgatitur të ngadalësoni dhe të vendosni kufit më të shëndetshëm për energjinë tuaj të përditshme. Gjatë kësaj periudhe ku Jupiteri në retrograd është që do të merret me mbylljen e çështjeve të vjetra, me kapitull problematik keni pasur, me njerëz të ndryshëm, me njerëz toksik, me njerëz problematik, dhe shikoni drejtimin tuaj. Dhe kjo do të thotë se si punoni, se si menaxhoni kohën tuaj, kujdesin tuaj, veprimet, ndryshimet dhe jo vetëm. Është një kohë ideale për të rivendosur gjërat ashtu siç juve pretendoni në gjërën tuaj dhe është koha më e mirëmueshme për stabilizuar, për të arritur qëllimin tuaj dhe jo vetëm. Kur Jupiteri do të kthehet në Mars, në data 11, do shihni më qartë se çfarë vlen dhe çfarë qëndron në përditshmërinë tuaj, që gjërat që nuk ju duan do të largohen vetveti se nuk kanë vend aty për të ndenjur. Dhe kjo është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive, efikasiteti, mënyra, mundësia, karriera, ndryshimi i madh që bëhet dhe është një moment mjaft i mirë, edhe pse ka të bëjë shumë me çështjet e punës në lidhje me një ekuilibër dhe ajo që unë do të thosha, kujdes dhe respekt për veten tuaj ujor të dashur, sepse e keni lënë pas dore. Në shumë të raste kur nuk jeni mirë, kur nuk jemi mirë gjithë, të them unë, nga çështjet që na bëjnë, sepse ndikojnë shumë në çështje psikologjike, shpirtërore dhe mërziteni kaq shumë sa që thonë wow, erdhi fundi i botës. Jo, miqtë mi të dashur, nuk erdhi fundi i botës. Dhe të dini ta keni nga Jorgo që të gjitha gjithologët që flasin shumë, por këtë nuk varet nga këta, por varet nga krijuesi që ka dhënë letër me vlerë për të jetuar. Dhe nuk ka në këtë botë, po të tjetë nuk e diun, që të ndërhyjnë në jetën tënde, të ndërhyjnë në ushqimin tënd, të ndërhyjnë atë çka bën. Jo, fare. Shikojeni drejtimin tënd. Një vizitë tek mjeku mund ta bëni sepse është e domosdoshme për gjitha shenjat, edhe unë me ju bashk mund vemi, por jo të dëgjojmë se çdo lloj bilbili që flitet ose përflitet për arsye, për 5 like apo për 5 kështu. Keni parë dhe vet ju. Duhet kujdes në këta drejtime. Shikoni drejtimin, sepse juve jeni shej ajri, ndikoheni dhe nga të tretët dhe flasin të tretët për ju. Kjo nuk është anë e mirë, por është anë në negativitet dhe ju merr me vete ai përrua që ka marrë janë disa prej që u shejnë edhe i fuqia e tij porroj juve ju mbyt. Kur keni kaluar dete, keni kaluar oqeane, keni kaluar lumej, pse të mbyteni në përrua? Po nuk ka shanse dhe nuk ndodh për ujorët. Prandaj ujorët të dashur, keni kujdes në këtë aspekt. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura, siç është ujor akrep, ujor binjak sidomos, është një mundësi që pak a shumë me binjak ose jeni ndarë ose keni pasur disa probleme të ndryshme, por është momenti më i mirë më shumë tani për zgjidhur çështje problematike. Kurse me bricjap, luan janë diçka shumë e madhe që është mjaft pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku na jep ndryshime, diktime, vendime dhe mundësi të arta që mund të keni por t'i stabilizoni. Që kjo do thotë shenja e peshqeve. Jupiteri në retrograd në gafore universi ju përgatit të ktheni tek gëzimet që prekin shpirtin tuaj, jo të kënaqësitë e përkohshme. Kjo periudhë sjell një rishikim të konceptit të krijimit, gëzimit, dashurisë dhe vetshprehjes. Kjo nuk është koha për të ndjekur përshtypjet apo emocionet apo që zbehen shpejt, por është koha për të ndarë dhe çfarë mbush në të vërtetë në lidhje me gëzimin dhe me anën e shpirtit tuaj dhe kohës më të ndikuar dhe më pozitive në anën tuaj. Dhe
ka të bëjnë shumë me ndryshimin dhe ndikimin e madh, ka të bëjnë shumë me anën e pozicionimit të planeteve të vazhdimësisë dhe të karrierës suaj. Në çështje që lidhen me disa takime, me disa bisedime, me disa gjëra që nuk kanë qenë në anën tuaj, po sidomos një çështje problematike që keni pasur juve të shenjës së peshqeve ligjore, ku është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitive, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim unë, por është një moment shumë i mirë tani, duke pasur parasysh lidhje me punën, lidhje me planet që e keni, lidhje me takimet që do të keni, por ajo që do kthehet në fakt në mars në drejtimin e duhur, dhe momenti që keni dhe momenti që do të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Butësia dhe rëndësia e punës suaj në mars të tuaj do të jeni shumë të qartë dhe do të keni nuk e di arsye në miqtemi të shenjës së peshqeve, por deri në mars do jeni në plane për të bërë blerje të mëdha, pasuri të paluajtshme, makinësh kjo, bën një firmë tjetër. Por dhe bën se s'ka ku të vej dhe një gëzim shumë i mirë do jetë familje. Lëkumet kjo ka për të realizu, prandaj do ua them kështu unë lëkumet i du, sepse është diçka shumë e mirë dhe është them që kem vlerësira për ne. Ndryshimet më të mëdha që kanë bëjnë në fushën ekonomike, në fushën e biznesit një sidomos, sepse boll keni punuar për të tjerët, punoni për veten tuaj, është momenti, prandaj Jupiteri në retrograd të tregon të thotë, boll punove për tjetrin, boll morën ata, shikoni veten tuaj, shikoni jetën tuaj, gëzoni në familjen tuaj. Dhe është një moment shumë i mirë gjithashtu në fushën e dashurisë, siç janë peshkë virgjëresh, peshkë binjak, ndikimi më i mirë, peshkë shiketarët e dhjeticit të dytë, ku është mundësia dhe përputhshmëria në lidhje me jetën tuaj, në lidhje me atë çka juve keni dhe rregulloni, stabilizoni mundësi në çështje të mëdha që mund keni në anë të tjera, por një nga momentet janë më të mira të mundshme dhe drejtimi dhe ndikimi është pozitiviteti, është ajo çka unë jam dhe dua të arris. Prandaj edhe një çështje penale që mund keni pasur në Zvicër e zgjidhni pikërisht tani dhe në Gjermani, ku është momenti i duhur për të stabilizuar. Këto ishin pak a shumë për sa përket miqtemi të kësaj shenje të kjo temë kaq e rëndësishme me ndikimin e Jupiterit në retrograd në shenjën e Gaforës, të një shenjë mjaft pozitive që do jetë deri në datën 11 mars të 2026. Pra nga 11/11/2025 deri në datën 11 mars të 2026. Prandaj do keni mundësinë për të bërë zgjidhjen e duhur. Bini pas gjërave që keni në pas dore, trokisni në problemet. Erdhi momenti, ja ku është, nga dita e sotme. Ky është momenti dhe koha më e mirë e mundshme. Pas të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Roshkon atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve dëshironi. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të bler paketën dhe të shikoni. Abonimet kanë filluar. Duke bler paketën e shikoni parashikimin vjetor, një parashikim për çdo ditë në agjendën tuaj, është një agjendë që juve me 365 faqe, ajo e merrni në emailin tuaj, e shkarkoni dhe e keni gati të lexoni çdo ditë, orët e mira, orët e vështira, momentet dhe koha juve keni dhe gjërat e tjera që do t'ju duhet që juve ta studioni, ta shikoni. Kjo do të thotë që në lidhje me mënyrën dhe mundësinë që juve keni dhe periudhën ku ndodhin fenomenet, i keni atje dhe çështjet e tjera që mund të t'ju interesojnë, mund ta shikoni nëse keni interes dhe më pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live, dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë përgjigjen drejt për së drejti, atëherë kemi këtë butonin këtu. Ja, siç e shikoni këtu dhe këtu direkt pastaj e zgjidhni problemin dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe të shikoni se merrni përgjigje. Por ju që doni të merrni një parashikim momental, siç është membership, është pikërisht membership kjo këtu, e shikoni ku lexon membership e tij dhe më pas duke klikuar dhe shikojni se si funksionon. Kujdihet, mas aty merrni një video në bazë të dhënave që ju jepni dhe kërkoni një javor, ditët e mira, ditët e vështira, i merrni për juve, është vetëm për antarët, për abonuesit që e marrin më shpejt parashikimin, më shpejt gjërat, datat e mira, datat e vështira, orët që kanë të ditës direkt ju vjen në atë adresë që juve dërgoni. Nga unë Europulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Një ditë e mbasditë të mbarë. Gjithë mirat.